Duartrokitjet tuaja dashurmiqja një matët shumë i sakt për të kuptuar suksesin e numrit që sapo pam. Dhe normalisht kur duam të masim kohën, i referohemi orës, ose kur duam të masim gjatësin, i referohemi metrit. Por çfarë ndodh kur duam të masim mendjen? Atëherë të gjithë syt i kthejmë tek psikologu. Vetëm ne urojmë që psikologu jon të paktën mos ketë nevojë të shkojë tek ndonjë psikolog tjetër më pas. Ai sonte na rikthehet në portokalli dhe vjen këtu bashkë me një personazh tjetër të cilin e zbulojmë tani. I ndjekim. Pas keni ardhur të gjithë shumë mirë, vetëm këtë djaloshi ku është. Hajde, le të hyjë tjetri, le të hyjë tjetri. Jam djaloshu, thash, le të hyjë tjetri. Dëgjoj mua këtu. Po. Tjetri nuk kam unë. Tjetri është taj mafiozi. Unë jam vetëm njëri. Dhe quhem Sali Berisha si. Mirë, si ja kaluat. Dakor, atëre unë kisha fjallën për ty. Ty. Po, djalosh. Mirë, djalosh, do në thuash, kush jeni ju? Nga jeni? Qëfar dreqin keni që jeni? Si e keni hallin, djalosh, si e keni hallin? Unë ka marrë të psikologu apo të i qëmëdur? Ma vje keqa. Po të t'jesh i qëmëdur mos një shmoj njeri. Po. Po unë jam pak shkurt qartë. Po. I pari dhe i vetëmi. Po. Sali Berisha. Mor djalosh që n'ke rënd. Të gjithë që vinë këtu kështu thonë, unë jam Sali Berisha. Po, s'ka rëndësi. Po, ulu djalosh, ulu ta shikojmë këtë punë. Si e keni hallin, djalosh, si e keni hallin? Ma më trego. Më falë, po s'jam i smur. Po, s'ka rëndësi. S'ka rëndësi, djalosh, kështu thonë të gjithë kur vinë këtu. Po, ulu, qetso. Më falë se po gatrosh. Po. Unë jam Sali Berisha që po baj historinë e të Shqipërisë. E kuptoj. Se s'mund të alje historinë në duar të mafiozë puristëve. E kuptoj. Aleancës ma tegër kriminale Shqipëri, që du të bajnë histori kriminale mafiozë, me të vjedhur. Jo, kjo është historie e kam një Sali Berisha. E petimi tingu pardje. Pa. 499 veta, mloda në shesh. 15 veta, 1 metër 4. Më falë, djalosh, se unë lexova në gazeta që ishin 500.000 njerëz. E pa prandaj thash, je psikolog apo i qëmëdur? Po. Po i 500.000 janë vetë. E kuptova, djalosh ti je i gjysëm milionti. Po, ulu, qetso, më vjen keq. Jo, zotri, nuk kam pse të ule unë sepse unë e barat miting madhështor me rrastin e 8 vjetorit 1990 për lëvizjen studentore, për atë ditë fitore dhe festuem natë me 10 vjetorin. E kuptoj, djalosh, shumë mirë tani e kuptova. Juve jeni ai personazhi i asaj dramës doktori pacient. Mirë, dakord, djalosh. Shiko, djalosh. Ju keni ardhur në vendin e gabuar, në kohën e gabuar, po me njeriun e dur. Dëgjoj mua se të shikoj që jem emocione, po s'ka problem. Shiro me muaj. Po, dakor. Djalosh. Kujt zotri nuk jam merr të mendja që do mblidhja unë 500.000 veta në shetë ta shikonte dhe thash, o monster, kujdes. Edhe ta thanë, ky është i çmendur. Vetëm një çmendur ta mund t'i vlerë këtë njerëz. I çmendur do me thanë se jam i fuqishëm. Se çmendur është ai. Dukesh, djalosh, dukesh. Mirë, dakord. Pyetje, do të bëj një pyetje. Pyetja e parë. Ku keni qenë ju, po flas për ty. Ty? Po. Ku keni qenë ju në 8 vjetor? Në 8 vjetor ku mund t'isha në shesh, duke drejtuar turbës për fitore. Nuk më kuptuat, djalosh, po flas për ty. Jo në 8 vjetor të... Sa më pëlqen këtë ty, Po,
bukur shumë. Po kështu ka vajtur kjo punë, mor djalosh, ty ry janë të tërë këtu, po dëgjoj tash Po jo, djalosh. unë jam Sali Berisha. E kuptoj, dukesh, dëgjoj tash djalosh. Më thuaj. Unë po të pyes ku ke qenë në 8 dhjetor të 1990-s, jo të 2009-s, djalosh. Atë kur studentët dolën dhe protestuan për liri demokraci për të rëzuar diktaturë më tegër në Europën juglindore, unë isha me ata, me mendje dhe zemër, me mendje dhe zemër për lirinë e tyre, me mendje dhe zemër për detën e tyre, me mendje dhe zemër për ëndrat e tyre, me mendje dhe zemër për Shqipërinë e re. Djalosh, me reshtruar, flasim qetë. Unë nuk po të pyes ku e ke pasur me mendjen dhe zemrën. Unë po të pyes ku e ke pasur për bythën, mor djalë, bythën. Ku ke qenë në 8 dhjetor, pa për këtë po pyes. Kam qenë, shiko, unë atje, por shiko, po pjaj kafe me Ramizin. E kuptoj. Kafe me Ramizin Itali. Dakord, do të bëj një pyetje tjetër, djalosh. Me pyet, po preja saj me herë kriju Partinë Demokratike. Shumë mirë, djalosh. Për këtë Partinë Demokratike desha të pyes. Më thuaj. Është e vërtet që në 8 dhjetor të 1990-s, kur krijuat atë partinë tuaj, ju keni dashur ta quani Partia e Idealeve të Dhjetorit. Po. Është mëse vërtet për në 12 e themeluar partinë. Po, pse nuk e quat kështu? Po sepse PS-ja, inicialet i ka PS, që i do me thanë... PS e kanë, Edi Ramën e kam, në PS në shkë... Që ka rëndo, po juve, pse s'ja avut Partia e Idealeve të Dhjetorit, nuk e kuptova. Po si t'ja qoni, mo zotri, imaginoj inicialet. Po, i edhe, Jo, pikërisht pra taj po them, jo, djalosh. Ja quem PD. PD, dakor. Por pse kam ardhur sot? Më thuaj, djalosh. Dashur doktor, duhet m'japësh një vërtetim. Të vërtetosh që Edi Rama është njeriu më i çmendur i Shqipërisë. Se ti je psikolog apo jo? Patjetër. Dhe unë kam prurë dhe një vërtetim për këtë. Po, më trego. Pas studimeve që ka bë ministria ime Malina Bregu, janë 10 karakteristikat përse Edi Rama duhet quajtur i çmendur. Ma mundem ta shikoj pak. Të ule pak. Ma ulu, djalosh, po unë të luta, qetso, djalosh. Ashtë i çmendur Edi Rama, jo nuk ka. Më vjen keq, dakor. Atë, djalosh, këtu thuhet, zjet me shokët a y. A zjet me shokët e Edi Rama. I ka rraf gjithë. Pa. Ata du të vinë parlament kryse me shkelma. Pa, jo. I la pa buk. Po jo, djalosh, edhe ti je zënë me shokët sa i ke bërë... Shqimënyrë, me ku jam zënur? Po ja, me Meksin. Jo, u zdu Meksi me mua. Po, me Bestik. Jo. Po, me Bestik Mustafaj, faj. Ate e zura unë. Po. Jo, u zura unë edhe për zura. Po, u lodha, tha, do t'a lëk të pushë. Spartak Gjela, u zura i me mua. Dhe unë e ngriva. E po s'ka këtu ngriva, shkriva. E ngriva, iku, e bërë Edi Rama, shoku të haj. E kuptoj, djalosh, këtu thotë, shan edhe i qeshë një kosisht. Jo, vërë zotri, por shiko, a i ashtu ashtë. Po. Edhe shan dhe kesh karakteristika ti është. Po, pse ju nuk... Unë thash atyre, do t'ju shkull dhambe dhe mbal, me gjithë nofulla. Por budalej, se nuk e kuptuar që unë e kam, do me thënë, të bajmë ligjin, të respektojmë drejtsin. Kjo është dara ime. Ashtu është, djalosh, ma vjen keq. Pastaj thotë që a i kërcënon në vënd e pa vënd. Në asë mënyrë, a i është kërcënusi maj math. Po, ju, apo jo. Kur rekurs, unë kam ardhë një për thjesht dëshmin. Po. Por gudzot të mos maja për dëshmin. Jo, djalosh. E di qatë baja për jo. Po, i ko kjo. Se di mi fare... Ajo nana dhe mota... Dakor, duket që Edi Rama është i çmendur. Ashtë i çmendur? A thash? Ashtë i çmendur? Pastaj, këtu thotë nuk dëgjon se që thonë të tjerët. Po, keni dhe ju. Po, të gjithi të futu parlament, po nuk dëgjon, a zotri? Po, ndërkombëtarët që thonë që jo. Me thërë muaj ata? Po, i thonë dhe... Në kanë thërë, bravo të qoftë Berisha, po e futë Shqipërinë në Evropë. Unë këtë e dëgjoj. A i nuk dëgjon. Është kështu apo jo? Ashtu është. Ja, pa të dhe shumë tani. Atere, djalosh, unë mendoj se Edi Rama vuan... A i vuan, a i sëmundje babëzis. Jo, a i është një socialist i smur, një socialist i smur, është imoral, ashtu është. është kriminal, është punist të mafios,
është i përdal, është dhurus. Ja, këto janë karakteristikë simptomat e tij. Dakor, do të... Unë thjesht jam Sali Berisha edhe kam të bëj me të çmendur që ka e Tyram. E kuptoj, kështu thonë të gjithë. Qetëso djalosh, ullu se do të bëj një test të fundit. Po, ullu, çfarë duhesh ma bëj? Ju lutem, ja të bëj një test, djalosh, ja kujdes, do të provoj reflekset, vetëm duhet të kemi kujdes, djalosh. Gati? Ja, gati? Pam. O, që më bërë, mor djalosh, më bërë copë djalosh. O, bo. E kuptove, doktor? Unë jam Sali Berisha. E kuptova, djalosh. E kuptova, o, që Ta pushtova zemrën, unë ty mere vole, ti pa shpres më thua se jam... Anka pore! Nuk e mora vesh, kush ishte ky? Kush ishte ky, mor djal? Kush? Sali Berisha, ta çmendur të tërë, ta të thonë të gjithë jemi Sali Berisha, se më vesh. Ai ishte